الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام Allahun e madhe falendrojmë që i takon madhnisë Allahut, që na ka bë hise shahadetin në zemrat tona, edhe dëshmojmë me gjuhë dhe me zemër se s'ka Zot tjetër pos madhnisë Tij, edhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Nga ky vend i bekum në këtë ditë të veçantë të xumas, I qojmë salat dhe selam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarët pranishëm në këtë ditë të veçantë që kemi ardhur në këtë shtëpi të Zotit për ta lutur Zotin, e lutim Allahun e Madh me emrat e bukur Tij dhe cilësitë e Tij të larta, që Allahut na udhëzon në rrugën e Tij deri në momentin e fundit kur ta japim fjalën e fundit nga kjo botë të dalim me shahadet ya Rabbel Alamin. E lutim Allahun e Madh në këtë ditë të veçantë për falje, duke e lutur Zotin me Gafur dhe Rahim, se Allahi është falës dhe I mëshirshëm. Allahu të na fal neve edhe të na mëshiron neve dhe gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe të dalim nga kjo xhuma pas faljes së namazit të falur nga I madhi Zoti I cili fal dhe e don faljen. O Allah, na fal, se Ti e don faljen, na fal ya Rabbel Alamin. Xhamati pranishëm, ajetin e lartë përmendur thot në Kur'an I madhi Allah, inna dina inda Allah al-Islam, feja vetëm e pranuar tek I madhi Allah është Islami. Allahu në Kur'anin famëlar thot: "Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Dhe thuni se ju erdh e vërteta nga Zoti juaj. "Wa qulil haqqu min rabbikum." Dhe thuaj se ju erdh feja e vërteta nga Allahu. S'mund me ardhë e vërteta për dikuj tjetër pas se pi madhnisë Allahu dhe ata të cilën të ndjekin rrugën e Zotit edhe të pejgamberit alayhis salam. Faman sha'a falyu'min. E ka lënë hapësirë dëshirës, I ka dhënë njeriu të logjik dhe argumente. Faman sha'a falyu'min, kush don në të beson. Wa man sha'a falyakfur, e kush don në të mohon. Sa herë dynjaja ka pas qafira më shumë, edhe sa herë ka xhehenemri më shumë, edhe sa herë ka mohus më shumë, sa herë ka tradhtar më shumë. Prandaj Allahu të kalon me përzgjedh ti që ke ardhur këtu, ke ardhur nga e vërteta që buron në zemrën tënde që Allahu ka instalu iman. Dhe imani jot nuk le jashtë xhamisë, të ka prun xhami sot me kërku falje edhe me madhru Zotin. Prandaj e vërteta është vetëm se që buron nga fjala e Allahut, e vërteta është vetëm se që buron nga fjala e pejgamberit alayhis salam. Dhe kush lypin fe tjetër, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina, dhe kush kërkon fe jashtë Islamit, lan yuqbala minhu, ata janë njerëz nuk pranohet tek Zoti, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dhe ata janë njerëz të humbur. Allahu na baft prej atyre të udhëzuarve e jo prej të humburve. Ne çdo namaz thojna gairil magdubi alehim waladdallin, mos na ban nga të humburit. Edhe kjo është suksesi më I madh me qenë I udhëzuar, e udhëzimin e lusim Allahun vazhdimisht duke I thënë ihdinas siratal mustaqim, o Allah na udhëzon në rrugën tënde. Këtë hymje të kësaj hutbe se fillova se ndonjëherë po habitmi prej disa fortunave, prej disa njerëzve të ligë, edhe po him në mendime të kota. Një fëmijë e pyetën, tha sa fe janë? Një fëmijë jo I shkollum, fëmijë fitret. Tha, qysh sa fe janë? Nja, s'ka Zot tjetër pas madhnisë Allahut. Prandaj kur ti mësojmë në religionet, ti mësojmë 3 fe qiellore: krishterizmin, jahudizmin dhe islamin. Ama e vetmja e pranum të Allahi është Islami, dhe kush lyp tjetër është në xhehenem.
Atëherë kush ja ka mësy xhennetit, le t'i nënshtrohet Islamit, Allahut dhe pejgamberit, dhe le të kërkon vetëm argument nga Kurani dhe Sunneti. E kush kërkon argument jashtë Kuranit dhe Sunnetit, është argati i shejtanit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Gabimi më i madh është me arsyetu një budall. Gabimi më i madh është me arsyetu një të çmendur. Ne s'kemi kohë, ne kemi kohë më marr me adhurimet tona dhe me ndjek rrugën e Zotit. O vëllezër, hutbja e sotit është me pas kujdes fejen ton dhe hakun. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, transmeton Ebu Hurajra radiallahu an prej pejgamberit alayhis salam, i cili ka bën shembullin e besimtarit i cili përngjan pemës së njom. Shive, Allahu në Kur'an e përmend fjalën e mirë me pemën e mirë, dhe janë dy hadithe që i përmend besimtarin e mirë me veprën e mirë. Këto hadithi e Ebu Hurajrës thot, besimtari përngjan pemës, bimës së njom, nga çfarë dush anë era që i lakon ata ka me laku, por është e njom, ama rajti ka të thella në shahadet, rajti ka të thella në stabilitetin e fesë, edhe kur qetësohet era, apet stabilizohet dhe drejtohet, nuk kthehet. Janë disa, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kështu është besimtari që fatkeqësia vetëm e lakon, por unë nuk e them asnjëherë, e as ty as mu, çfarë dush fatkeqësie nuk guxon më na thy, mund më na laku, po ne duhet me qenë stabil në shahadetin ton, në akidën ton, në menhexhin ton, në Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ndërkaq jo besimtari i përngjan një trungut, një drunit të pishës, e cila është bredh i fortë dhe i drejtë, por Allahu e thyn kur të don ai. Pse? Një frym e then. Prandaj ne aty jetojmë një kohë ku kemi shumë fryma, të shejtanëve dhe të bashkëpunëtorëve të insanëve me shejtan, që mundohen me deviju rinin ton dhe tritë ton. Prandaj ne burimin e fejes e marrim nga Kurani dhe Sunneti, burimin e marrim nga argumenti, namazin e falim me argument, Allahun e besojmë me argument dhe shpresojmë kene me shku në xhennet, Allahu nasip na baft. E kush i mohon këto, Kul ja'al haqqu faman sha'a falyu'min. Dhe thuaj se ju erdhë vërteta, kush do në të beson, e kush nuk don falyakfur. E ata që i bëjnë kufër Allahut, vendi i tyre naudhu billahi në xhehenem. Kan thënë komentatorët në lidhje me këtë hadith të pejgamberit alayhis salam, druni njom dhe i that, rrajt e forta të shahadetit, të moralit, të imanit, të mbarrës prej Allahut azza wa jall, e banë me këtë kuptim të hadithit që rëndësia e durimit në sprova, sidomos në kohë të fitneve. Ne jetojnë në kohë të fitneve. Atëherë duhet me qenë durimtar, mos me rënë grackën e provokatorëve, po me qenë stabil. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, besimtarë janë ato që i thonë Allahut, Zoti është i joni, një s'ka tjetër pas madhnisë tij, thumma istaqamu, dhe janë të përqendruar në fenë e Zotit. Allahu na përqendroft ya rabbel alamin. E dyta, kuptimi këtij drunit të njom është friga për të larguar nga fatkeqësitë, por asnjëherë mos mu thy, do të ti dush më kanë syçel, mos më ran kurthat e shejtanit dhe të bashkëpunëtorëve, sa dush më të laku ata, ti apet me rujt vijën tënde dhe qëndrimin tënd me fenë e Allahut. Dhe e treta, sprovat në këtë dynja janë vetëm se për të forcuar imanin tënd, janë për të udhëzuar në fenë e Zotit, dhe janë për të pastruar gjunahet. Edhe një herë, këto sprova që të lakojnë, por nuk të thejnë asnjëherë, janë ty dhe mu më na forcu Allahu në udhëzim, një. E dyta, Allahu më na forcu, dy, më na udhëzu dhe më na pastru prej gjunaheve, Allahu na pastroft, ja rabbel alamin. Edhe për fund, shembulli i besimtarit është sikur shembulli i bletës. Bleta është një prej krijesave që Allahu ka zbritur surën Kur'an. Është prej gjanave shumë ilaçlih, edhe e merr nga nektari me kilometra të shumt, me qindra kilometra hec për me marrë nga më i mira me konsumu nga lulët. Edhe e jep më të mirën, ja jep njerëzimit, ja jep mjaltën, një prej ushqimeve me kalori dhe shëndet për njerëzit. Ama është një interesant, bleta kur të fluturon dhe mbjen mbi gjeth, nuk shkon me bë kërdi. Po çka ban? Bleta shkon let, bjen gjeth. Edhe pse ka hangër nga lulja, nuk ban kërdi. O njeri, mos ban kërdi në dynjat. Merë më të mirën, jepe më të mirën, ngjaj bletës,
merre më të mirën, jepe më të mirën, edhe mos bën kërdi se një ditë kimë dal para madhnisë Allahut. Prandaj pe përfundojmë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zjarri nuk do ta ndaloj atë njeri, Allah ja ka bë haram zjarmit atë njeri i cili është i qetë, është i butë, është i thjeshtë dhe i afërt me njerëzit. E në këtë kohë të turbulencave të mëdhaja dhe të fitneve të mëdhaja, që njerëzit flasin ne mund fejes pa fe, ne mund diturijës pa dituri, ne mund burnijës pa burni, nuk kemi kohë me humbë me njerëz ignorant. Prandaj të lexojmë librin e Allahut, ta ndjekim sunetin e pejgamberit, ta madhrojmë Allahun ashtu siç i ka hije, se një ditë kene me dal, e frymat kanë më kanë vazhdimisht, herë më të vogla, herë më të mëdha, por ti banu sikur druni i njom, jo sikur i thatë mu thy, ti banu sikur druni i palmës, sikur i hurmës, me rajt e saja të thella, me drun shumë stabil dhe jep frutet e hurmës, ashtu siç i ka përmend Allahu në Kur'anin familart. Alam tara kayfa daraba Allahu مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Allahu ka bërë shembullin e drunit të mirë, sikur shembullin e besimtarit me shahadet, e cila rrajt e saj ka thellë në tokë, drunin e ka lart të ngjitur lart, por jep nga frutet e sajna. Elusim Allahun na ban rrajt e thella në shahadetin ton ti forson ya rabbel alamin. Të bëhemi stabil, çfarë dush frymet jemi stabil dhe mos thehemi asnjëherë, dhe të japim shoqërisë tonë ajo çka është më e amla dhe më e mira. Elusim Allahun që rinin tonë Allahu ta ruaj nga devijimi. Elusim Allahun Allah të na ruaj nga xahila dhe ignorantët. Elusim Allahun Allah të na furnizon me dituri të dobishme, me gjuhë e cila përmend Allahun, me zemër e cila rënqethet për Allahun, me sy e cila loton për Allahun. Elusim Allahun që fytyrat tona ti përulen vetëm madhnisë Allahut, zemrat tona të rënqethen për Allahun dhe të mbështetemi vetëm se në Allahun. E ata që mbështeten Allahun, ulaika humul mu'minuna hakka, ata janë besimtar të vërtet. Allahun na baf nga ata, Allahun na fal, na mëshiroft dhe në Jannatul Firdaus na bashkoft. Astaghfirullah li wa lakum li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi amara bit-tamassuk bil-Qur'an al-azim wa amara bi-ittiba'i sunnati an-nabiyillah. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم انصر المسلمين في غزة يا رب العالمين. اللهم اهلك اليهود باليهود والظالمين بالظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.